Për mendimin tim është shumë e thjeshtë. Ne kemi një vezë shqiptarët. Kur dalim në Europë, jashtë Shqipërisë, ne sillemi si europianët, apo jo? Po. Pranojmë gjithë shoqëri, sillemi si europianët. Ndërkohë kur jemi në Shqipëri, bëjmë të kundërtën. Problemi jonë është qëndron pse ai ka ngjyrë dhe ai duhet sharë dhe ai duhet diskriminuar sepse ai nuk e meriton këtë jetë. Pra ne nuk i pranojmë dot në shoqëri. Pra kur kemi raste që kthehen shumë virale, kur kemi të bëjmë me një rom që është shumë i pasur, ai pranohet lehtësisht në shoqëri apo jo? Sepse nga vetë jetesa, pra ka makina të shtrenjta, ka apartamente të mira, ka rroba. Jemi edhe të prapambetur si popull i gjithë. Jemi, por që momenti që ne dalim jashtë Shqipërisë ne kthehemi shumë koherent me kohën dhe me modernitetin siç ecën koha. Pra është shumë e thjeshtë. Pranojmë në shoqëri, askush nuk të bëjë bën dëm. Duhet të tregohemi më qytetar aktiv dhe pra dhe të jemi më shumë demokrat në demokraci le të themi. Pra është gjithë ky vend dhe çdo kush ka hapësirën e vet, hapësirën e mendimit, hapësirën e sjelljes. Pra në moment që ty nuk të cënohet asnjë nga drejtat e tuaja apo lirit, nuk ke pse ti e gjykon tjetrin për atë çfarë ka veshur, për çfarë ngjyre ka, kur ti thjesht do ta pranosh siç është. Kaq, sepse ti nuk po të bën asgjë. CHI podcast.